aktualisht, në momentet që flasim, sepse e nisëm këto bisedë bashkë edhe me pjesën e Covidit, ka Covid, si që përmendët, por rastet e rënda në punën tuaj të përditshme, keni? Deri tani kam parë të paktën 2-3, të cilat I kisha harruar, të them të drejtën, gati 1 vit e gjysmë, a diçka dhe më tepër. Pra ka një rikthim, le të themi, sporadik. Shikoni, 2-3 raste janë pak. Patjetër, po. Do thoni, mund të kenë parë dhe kolegët tuaj, po kaq, edhe kështu më tutje. Po, qëndron. Por nuk do vinja për panik. Dëmet ishin me të vërtet goxha të rënda, po marr një rast me një subjekt, gati 8-9 ditë temperaturë, bile ditën që erdhi tek unë, temperatura sikur kishte filluar të binte. Nga ana klinike plotësonte tërë tiparet dhe në vesh më erdhi Covid I pastër. Do bëj dhe një diskutim teknik këtu. Po. I bëra skaner. Pse? E para rëndesa që dallova, ishte më mirë për pacientin, po dhe për mua. Për çfarë moshe bëhet fjalë ndjes ju? Diku ke 50-at. Pse e theksoj dhe për mua? Dhe këtë duhet ta ketë, besoj, çdo kolegë parasysh në punën e tij. Aty kishte dëme që kishin filluar të konsolidonin, por kishte edhe dëme që ishin në zhvillim e sipër. Dhe kjo ka të bëjë shumë me ecurinë e pacientit dhe vigjilencën që duhet kesh ti si doktor. Sa kishte neglizhuar pacientin në këtë rast? Shikoni, ka njerëz që refuzojnë të pranojnë rëndesën e gjërave. Ka njerëz që thonë unë do ta kaloj, unë do ta luftoj. Nuk shikoj gjë të keqe në këtë. Por kur kalon dita e 7-8 është shumë për të neglizhuar. Dhe aq më tepër e theksova kur vihet në lojë dobësia trupore dhe lodhja e organizmit. Dhe siç e thash, klecka është në tilla raste, sidomos ka ato dëme që janë akoma subakute, janë në zhvillim e sipër. Pra, sa e prekur... Që mund të rrezikojnë jetën e pacientit. Sa I prekur është pulmoni, mushkëria në këtë rast? Ka një bizotrim apo? Mund ta quash forme lehtë, forme mesme, deri dhe forme rëndë. Për mua trajtimi që bëhesh me përqindje nuk është fort I saktë shkencor. Kuptoj. Dhe dezinformon. Doktor, duhet